Pyetja jote ishte shumë e bukur për sa I përket gjithë asaj analizës sapo citove, sapo më fute Dumani në mes, e degradove fare pyetjen, por gjithsesi nuk e marr në konsiderat dhe përjashtoj thjesht emrin Dumani dhe shkojmë te thelbi I pyetjes serioze që ishte nga ana jote. Duhet kesh parasysh diçka. Kur kemi të bëjmë një proces penal, sigurisht që mbrojtja e individit nuk është vetëm thjesht mbrojtje e sigurisë të arratisjes, pra për të shmangur arratisjen, por është edhe për sigurinë e individit që është brenda në kafaz. Por çfarë nuk kupton mbrojtja dhe çfarë nuk kupton mbrojtja në gjyqësore? Ajo kafazi është antiplumb avokat? Ku di tani sepse këta tani si të bëjnë tani, dalin disa analista, kupton që s'kan shkel një ditë në gjykat, më kupton edhe thënë antiplumb. Kur të rraset aty plumbit do ta provojmë, është antiplumb apo nuk është plumb? A është gjami thjesht tani? Është si puna e saj, gjykatat tona, reforma e madhe, solli një viktim në krye detyrë gjyqtarin, në krye detyrës të dalin disa analista që s'kan shkelë nuk e din çfarë do thotë së drejta në këtë vend. Por gjithsesi që në mëngjes tani u revoltova, tani ta analizojmë ashtu siç duhet. Për sa I përket pjesës së mbrojtjes, duhet kemi parasysh diçka. Nuk mund të krahasojmë një person I cili bën një kundravajtje penale me një person që bën një vrasje. Nuk mund të krahasojmë dot një person I cili akuzohet për korrupsion dhe ka bërë 300 vrasje t'i vendosim po të dy në të njëjtë standard. Po drejtësia jepet për të dy njësoj, pra procesi për të dy është njësoj, po mënyra e sjelljes anës procedurale mbrojtjes duhet të jetë për secilin veç e veç për të studiuar. Pse kjo gjë? Sepse kur ti je përpara gjykatës, prangat nuk zën vendin e gjykatës. Pra aty konsiderohet si vendi më I sigurt në planet. Mirë, pavarësisht se ne kemi, pra çfarë kemi në shoqëri, ne themi, po ne vendi varfër jemi ku jemi vend, ne kush bëhet Shqipëria pa në aspektin e formimit të shtetit ton, ne në mentalitet të themi ne jemi kot, ne bëjmë kështu, ne bëjmë ashtu, kupton. Pra çdo institucion që kemi, ne e vendosim me zero. Parimisht jam dakord me ju, por në aspektin institucional nuk jam dakord me ju, sepse në rast se ne jetojmë në varfërim e justifikimit të varfërisë tonë, do thotë që ne nuk duhet të qëndrojmë më si shtet. Edhe shkota I patriotizmi, shteti, së drejtës, dalliqet të merat. Pra, kjo gjë që kanë bërë analistët e famshëm, duke treguar që të gjithë jemi të barabartë para ligjit, uroj që ata analistë nesër të jetë barabartë përpara ligjit të Zotit përpara, se pastaj të asaj tjetër gjyqësorit lërë për të parë gjë tjetër. Por e vërteta është këtu. Rasti Meta, rasti Veliaj, rasti Beqaj, rasti Ahmetaj për mua duhet të jenë gjyqje publike. Pse? Sepse po të katër këta individ kanë të bëjnë me qeverisjen e vendit dhe me politikbërjen e vendit. Që do të thotë, gjyqjet duhet të jenë transparente duke treguar se si këta individ kanë arritur edhe kanë kryer apo jo një vepër penale. Sepse raporti me ta është vetëm me popullin, pavarësisht se gjyqësori futet si palë tretë, duke sjellë drejtësinë e famshme të papritur kështu prallë në mbret. Avokat, pse duhet të jenë gjyqjet publike? Po, sepse gjykatat ne jam një argument, një kundër argument, në momentin që kemi procesin hetimor, provat e para që dalin nga spaku dhe qarkullojnë media, ngrihet I dyshuar e thotë po bëhet gjyq publik. Po nxjerrën me qëllim. Tani, ose edhe hetimi do bëhet edhe hetimi publik dhe pranoj, edhe gjykimi publik dhe pranoj. Sepse edhe Dumani tha, na cënohen dëshmitarët, se ne s'kemi gjë kundër. O Zot, kur fut Dumani në mes, atë si është e ul fare, po të lutem, dhe leja atë me një anë, dhe leza ta marrë Blinken me vete, apo Juri ta marrë me vete. Dëgjoj pak tani. Duhet keni parasysh diçka. Kur flasim ne për pavarësinë e gjyqësorit që të shërtoj provat, nuk kuptojnë që gjyqësori është që tani, në këto kohë që flasim, në anë teorike, mirë, I pavarur nga çfarë kanë thënë dëshmitarët dhe çfarë pretendime kanë palët për dëshmitarët. Pra, prova nuk është thjesht vetëm dëshmitari, janë edhe akte shkresore që ty të faktojnë apo jo një fakt penal, por
por seancat publike i ke vetë të normuar në kodin e procedurës penale për rastin penal, sepse thot çdo seancë është publike me përjashtim të një sekreti shtetëror dhe me përjashtim kur është një mitur i përfshirë në një procedim penal. Të gjitha të tjera, sipas rastit, gjykata do të gjykojë në rast është e arsyeshme futja e brenda ambienteve të sallës së gjykatës, të kamerës, po jo të gazetarëve. Pra, nuk përjashton gazetarët të jenë brenda. Kamera nuk mund të fokusohet tek procesi. Pse ndodh kjo gjë? Se potët e treja, potët e katërta, po sidomos te rasti Meta, të cilën e kam studiuar dhe e kam parë vetë, nuk ke vepër penale konkrete të Ilir Metës. Ti në procedim publik mund të thuash për mua si avokat, sepse ti mendon se avokati barazohet me sekserin, nga mjesi deri në darkë çfarë do ty shpirti. Por ajo që duhet është fakti konkret, jo imagjinar, po pse unë e njoh Dylberin, po dyshoj, po derisa ky është sekser, po edhe Dylberi ka bërë ndaj gjë marrëveshje me këtë. Kështu është e gjithë procedimi, sepse drejtësia e reformuar, Dylber që bashkë kemi diskutuar, është perceptim, nuk është atë që ne themi me fakte konkrete. As për Metën, as për Berishën, por për Metën po ta them sepse e kam me siguri. Po ti kishin gjetë minjera, do kishin dalë të thoshin minjerat e këtit. Po ti kishin gjetë Flori, do të thoshin e gjetën Floririn. E ma me deklaratën e këtij Duman që përmend ti, falenderojmë shtetet ndërkombëtare, Kanada, Afrikë dhe kështu, se po mendon se do gjenden ai gjë, dhe çfarë gjeti? Asgjë nuk gjeti zoti Dumani. Se mashtroi opinionin publik, se të gjithë i bënin lavazh, i bënin freks Dumanit. Disa analistë të cilët i paguhen nga mjesi deri në darkë për të bërë fresk Altin Dumanit. Ku janë analistët sot që nuk i bën më fresk Altin Dumanit? Ku janë? Sepse sapo arrestu miku i tyre Erion Velia e kthyen pllakën dhe sapo u proceduar dhe Belinda Balluku than Spaku nuk po arrin atë kulmin e dur. Po ku do të shkoj Spaku sipas partisë tyre? Pra e kupton tani dhe këtu bashkë kemi thënë para se unë të merr rastin Meta, ma men. Gjitha këto që unë kam thënë ty, i kam thënë para se të kisha, se dikush mund të thotë, ore ky me dosjen e Metës, po ky ka konflikt interesi. Jeni korrekt. Po mirë, po ta them aty që e dëgjojnë, e kuptoj se ti e di, po edhe ata të cilët nuk e kanë dëgjuar për vazhdimisht, po e dëgjojnë për të parë, thotë, po këtit nuk mund t'ja marrë mendimin, pse? Po kjo është një anshëm, jo zotri, se unë kur kam folë me Dylberin këtu edhe kemi thënë të gjitha këto, kemi thënë që kjo përbëhet një plan i qartë që popullit shqiptar t'i iki nga mendja ajo që këta kanë vjedhur, kanë bërë, erdhi një fort aty, një fort si zoti Dumani, edhe duke abuzuar me ligjin, fut në burg, këte fut atë. Or Duman, kush do të futë se ty në burg është pyetja ime e madhe. Di pse, e them me sinqeritet të, se unë jam i bindur që Dumani ka bërë ndonjë vepër penale. Pse? Sepse Dumani ka marrë rolin e ministrit të jashtëm, thotë, falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më fal, këto atribute zotit Dumanit, të mësosh në gjuhën. Avokat, ju më tha që nuk e dini kush do ta fusë në burg Dumanin, pra jeni i sigurt që kjo do ndodh? Po një ditë do bëhet kjo gjë, sepse shiko si është situata, si është manuali. Ti e ke parë që të gjithë këta, të cilët janë në pushtet, nuk llogarisin asnjëherë çfarë do t'i ndodhi pas. Berisha, Meta, Rama, Veliaj, se kishin imagjinuar këta këtë gjë. Jo se drejtësia funksionoi lekte mesazhet e këte karamele, mirë, jo këtu. Vjen tani rrotlla e historisë dhe ndryshoj. Vjen Dumani ndikuar nga faktorë të tjerë për interesin e tij, jo interesin publik. Se unë jam i bindur që 20 prokurorë, ta them me bindje të plotë dhe ti e di shumë mirë çfarë kam thënë, nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë në interesin e popullit shqiptar. Mbajeni mend nga mua kur vin faturat këtu nga mjesi deri në darkë të popullit shqiptar që do të paguaj. Sepse ata thjesht do justifikojnë me faktin se shiko, unë e kam bërë për shkak të detyrës. Punë tjetër këtu në mes. Është histori tjetër. Se dalin me vonesë, nuk dalin direkt. Dhe prokurorët dhe gjykatësit e GJKK-s
janë në një situatë konfliktuale me njëri tjetrin, për shkak interesash. Ti e din që gjykatës janë pjesë e bandave kriminale në Republikën e Shqipërisë. Jo, se di këtë, di që kanë kaluar vettingun, janë rregull ata që janë sistem. Po mirë, po pse ty të doli ty që një prokuror ishte pjesë një grupi kriminal dhe arrestuar në fund? Ai duket se kishte kaluar vettingun atje.